Po shumë fermerë që kanë marrë farë, kanë marrë plehra, banatore bujqësore me marrëveshje deri në subvencione, edhe banatorët bujqësore kanë marrëveshjet me firmat e tyre që kanë marrëveshje tjera për pagesa për barazimin fund vitit. Ky është Bunjamin Jashanica, fermer nga Lipjani, të cilit akoma nuk i janë ekzekutuar të hollat që i ka fituar si subvencione. Janë edhe mira fermer të tjerë që janë zhytur në borxhe duke besuar se ato do t'i shlyenin me parat që i marrin si subvencione nga Ministria e Bujqësisë. Por atyre parat nuk i janë dalur në llogari edhe pse procesi është mbyllur muaj më parë. Për më tepër, askush nuk u thot se kur do t'i marrin para që supozohet t'i merrnin qysh në muajin shtator. Çka do të shkon menin nëntor është shumë e dëmshme për neve. Në përgjithësi po flas. Jo, s'kemi marrë arsye. Edhe s'kemi marrë arsye dhe janë të parsëqyeshme vonesat. Për qeverinë është thirrje mi liru subvencionet sa më herët që është e mundshme. Edhe thirrje besoj që është mas mirë të mos me pas kësi vonesa. Pakënasia atyre po shpërfaqet hapur edhe në rrjetet sociale. Faqja zyrtare e Ministrisë së Bujqësisë në Facebook është vëshuar nga komentet e fermerëve, të cilët shprehin frustrimin e tyre dhe kërkojnë që mjetet të ju alokohen në llogaritë e tyre. Nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë e kanë pranuar se nuk u kanë dhënë akoma fermerëve parat që u takojnë. Pjesë kanë ndetur. Fermerëve, po diferenca ndër ashtësat sa është më afërsisht 4.000 shofëror. Ndërsa buxheti ndor për këtë. Nuk ka rrit timbulon që ta kërkesat e fermerëve, cilët i kanë plotësuar kriteret. Ashtu që ndër të fritë disa tjera panjohësi në disa masa. Fatkeqësia është se nuk ka akoma një datë kur përfundon pritja. Kur fermerët mbi 4.000 të tillë do të mund të dalin nga borxhet në cilat u futën me shpresën se i mbulojnë nga subvencionet të cilat i kanë fituar.